sistemi ynë i startupeve është klasifikuar i 4-ti për rritjen më të shpejtë në rang evropian. Kjo është ajo që ka deklaruar kryeministri Edi Rama kur u drejtohet atyre që duan të hapin një biznes në Shqipëri dhe ka nevojë për mbështetje, të rinjve apo të rejave. Lekët janë aty, mbështetja është aty, por si gjithmonë ajo nuk shkon atje ku ka merit dhe aftësi, por atje ku dalin familjarë të zyrtarëve të lartë të qeverisë, njerëz anonim pa ide dhe projekte reale. Kjo është fasada e agjencisë startup. Atje ku duhet ishte bërë inovacion dhe zhvillim, atje kemi vetëm propagandë se bizneset e reja dhe të rinj mbështeten nga qeveria shqiptare. Ky është një tjetër plan, ku mund të shihni në një vend drejtorin e startupeve, Arjan Ymeri, ministrin Delina Ibrahimaj, që miraton listën dhe zyrtaren e lartë, Florenca Kovaçi, bashkëshortit të cilës ka marrë startup për hapjen e një biznesi makinash me qirak. Kjo Shqipëri është realiteti dhe perdën e propagandës e grisin të rinj dhe të reja që përpiqen të ndërtojnë një biznes në Shqipëri, të cilët dëgjojnë çdo ditë se duhet jenë inovativ, të guximshëm dhe të konkurrojnë me ide. Por kur hapen listat e përfituesve të fondeve publike për startupet, përballë tyre shfaqet një realitet tjetër. Aplikacione që nuk gjenden, platforma që ekzistojnë vetëm në Instagram, kompani pa shumë aktivitet që financohen për zgjerim dhe persona të lidhur drejt për drejt ose familjarisht me institucione që administrojnë politikat e inovacionit. Media 60 analizoi listën e fituesve të startupeve për të treja vite, 2024, 2025 dhe 2026, dhe verifikoi një pjesë të projekteve të financuara. Disa përfitues u kontaktuan drejt për drejt. Disa prej tyre premtuan se do të dërgonin aplikacionet dhe dokumentet, por nuk dërguan asgjë. Të tjerë refuzuan të përgjigjeshin, ndërsa në disa raste produktet e financuara me miliona lekë nuk gjenden as në internet, as në Apple Store. Në çdo skem normale financimi, faza e zgjerimit duhet të kuptojë se produkti ekziston, ka dalë në treg, ka përdorues ose klient dhe kërkon fonde për të ushtrirë më tej. Por në listën e startup Albania gjenden kompania apo persona që janë financuar pikërisht për zgjerim. Ndonse platforma e tyre nuk rezulton funksionale, aktiviteti ka qenë i pezulluar, ose të dhënat financiare nuk tregojnë një biznes që kishte realisht çfarë të ofronte. Një nga elementet më surprizues që përsëritet vazhdimisht është ajo që kemi parë në shkolla e universitete, ku njerëz të afër me politikën ose familjar dalin fitues me ide dhe projekte inovative vetëm në letër. Dokumenti që duhet shërbente si udhërues për këtë proces është strategjia kombëtare e zhvillimit të sipërmarrjes inovative për periudhën 2024-2030. Në letër, strategjia premton një Shqipëri që do të mbajë talentet, do të ndihmojë të rinj të ndërtojnë kompani, do të krijojë produkte teknologjike, vendet cilësore pune dhe biznese që konkurrojnë në tregjet ndërkombëtare. Por lista tregon se mes strategjisë dhe mënyrës se si ndahen paratë publike ekziston një ndek i madh. Në vend të një sistemi që identifikon të rinj me ide të reja dhe i ndihmon të hedhin hapin e parë, është krijuar një skem ku një pjesë e përfituesve rikthehen vit pas viti. Nga kryqëzimi i listave dalin të paktën 20 raste personash ose subjektesh të financuara më shumë se një herë. 11 raste mes viteve 2025 dhe 2026, 8 raste mes viteve 2024 dhe 2026 dhe një rast tjetër mes viteve 2024 dhe 2025. Një projekt mund të marrë mbështetje për idenë, më pas për validimin dhe në fund për zgjerimin. Por në këtë rast, shteti duhet tregojë se çfarë u realizoi me grantin e parë dhe çfarë rezultati konkret e justifikoi të dytin. Pikërisht këtu dalin fillimisht lidhjet me administratën dhe qeverinë që drejtojnë vetë politikat e inovacionit. Një nga rastet është ai Nancy Kovaçit, bashkëshorti të Florenca Kovaçit, administratore Durana Tech Park, e cila është në pronësi të korporatës shqiptare të investimeve. Nancy Kovaçi ka përfituar grant për Entora, një platformë të paraqitur si biznes për dhënie me qiratë të automjeteve. Kur bashkëshorti një administratori të një kompanie publike që vepron në fushën e teknologjisë dhe inovacionit merr fond publik nga një tjetër strukturë që financon startupet, agjencia duhet të garantonte transparencë të plotë. Media 60 ka bërë kërkesë për informacion agjencisë startupeve për këtë rast, por deri në publikimin e këtij materiali, institucioni refuzoi të bënte transparencë. Një tjetër rast është ai Arbër Kadias, administratori i Patokos dhe vllai Besart Kadias, ish zëvendësministri i jashtëm dhe ambasadori i Shqipërisë në Azerbajxhan dhe Gjeorgji. Arbër Kadias financuar në vitin 2024 me projektin MAS dhe në vitin 2026 me projektin Patoko, në të dyja rastet me të njëjtën kompani dhe të njëjtën fazë zgjerimi. Patoko nuk është krijuar në vitin 2026. Kompania është themeluar në vitin 2022 dhe Arbër Kadia figuron administrator që nga themelimi. Në vitin 2024 projekti u financua për të zgjeruar. Aplikacioni që ka hapur kjo kompani është i ngjashëm me Uber, pra një shërbim për të marrë taksit.
Por në këtë rast agjencia do të tregojë çfarë zgjerimi financoi 2024, sa përdorues, klientë, udhëtime dhe të ardhurat krijuan dhe çfarë zgjerimi i ri financoi në vitin 2026. A hyri pa tokën qytete ose shtete të tjera, a shtoi shërbime të reja, a u rit numri drejtuesve dhe përdoruesve? Lidhja familjare me një zyrtar të lartë nuk e përjashton arbërgatia nga konkurrimi, por e detyron institucionin të tregojë standard më të lartë transparencë. Një ndër përfituesit e startupeve është Endri Taqi. Projekti është paraqitur si një sistem CRM me modul të automatizuar marketingu dhe është financuar në fazën e zgjerimit. Por gjatë verifikimit e LEF 8 nuk rezultoi si një platformë funksionale publikisht. U gjet vetëm një prani në Instagram, ndërsa përfituesi deklaroi se do të dërgonte të dhëna për aplikacionin, por nuk dërgoi asnjë dokument. Këto raste tregojnë se skema nuk është mbushur vetëm me të rinj që përpiqen të fillojnë një biznes nga zero. Brenda asaj gjenden familjarë të drejtuesve të institucioneve publike, familjarë të zyrtarëve të lartë, punonjës të administratës dhe kompani që kanë marrë më parë fonde ose kontrata publike. Të marra së bashku ato krijojnë pamjen e një rrethi që ka më shumë informacion, më shumë akses dhe më shumë mundësi për të hyrë përsëritë fondet. Pas lidhje me administratën vjen problemi tjetër, përfituesit e përsëritjes. Endri Burja dhe Med Wallet janë financuar në vitin 2025 me 3.95 milion lekë për validim dhe në vitin 2026 me 6.66 milion lekë për zgjerim. Në total, e njëjta kompani ka marrë mbi 10.6 milion lekë. Por gjatë verifikimit nuk rezultoi një aplikacion zyrtar identifikueshëm si produkti i këtij përfituesi. Përfituesi u kontaktuar por nuk dërgoi linkun zyrtar të produktit. Pyetja është se çfarë u validua me grantin e parë dhe çfarë po zgjerohet në të dytjen. Sa pacient, mjek, laborator dhe farmaci përdorin platformën? Ku ndodhet aplikacioni? Emil Andoni është një tjetër rast, i cili u financon në vitin 2025 me projektin eHealth Albania dhe në vitin 2026 me eDoctor, me të njëjtin NIPT. Në total, financimi arrin rreth 10.5 milion lekë. Platforma paraqitet si një sistem që lidh pacientët, mjekët, laboratorë, spitalet dhe farmacitë, por aplikacioni nuk ekzistonte në Apple Store. Për Media 60, Andoni deklaroi se janë akoma në fazën e validimit dhe aplikacioni nuk është hedhur akoma në Apple Store. Leonard Boduri është financuar 2 herë në fazën e zgjerimit për autokorrektorin, duke arritur në 10.7 milion lekë. Ashtu si në rastin e Patokës, financimi ndryrë në të njëjtën fazë kërkon të provohet se zgjerimi i parë është realizuar dhe se granti i dytë nuk mbulon të njëjtat kosto, të njëjti staf ose të njëjti produkt. Edhe më e pakuptueshme bëhet skema kur një kompani kalon mbrapsht nga zgjerimi në validim. Aldi Lekaj dhe subjekti me të njëjtin NIP morën 6.5 milion lekë në vitin 2025 për zgjerimin e Albania Travel Agency, ndërsa vitin 2026 u financuan me rreth 4.1 milion lekë për ECN Partners, këtë herë në fazën e validimit. Pra, një kompani që në vitin 2025 ishte konsideruar e gatshme për zgjerim, një vit më pas paraqitet si projekt që duhet ende të provojë nëse funksionon. Lista e plotë e vitit 2024 nxori edhe raste të tjera që konfirmojnë përsëritjen, siç është rasti kur në promovim ka qenë i ftuar vetë kryeministri Edi Rama. Destil Space 05 mori 4.5 milion lekë vitin 2024, ndërsa Space 05 i Elvis Hoxhës mori 6.95 milion lekë në vitin 2025 në fazën e zgjerimit. Në total, projekti ka marrë 11.45 milion lekë në 2 vite. BOK i financuar me 3.5 milion lekë duhet të lidhen me sistemet e hoteleve, kompanive ajrore dhe makinave me qira, por nuk gjendet publikisht dhe nuk provojnë integrimet e deklaruara. Një tjetër platformë, Lovelo, i Anselmo Melgushi të financuar me 2.45 milion lekë fazën e zgjerimit, ndërsa subjekti ka pasur aktivitet të përzëlluar dhe aktiviteti i dukshëm lidhet me shitjen online të veshjeve. I kontaktuar nga Media 60, subjekti refuzoi të përgjigjeve pyetjeve për koment. Por problemet e sistemit nuk janë zbuluar vetëm nga Media 60, por edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili ka ngritur alarmin që në auditimin e procedurës së parë të granteve. Auditi ka zbuluar se ministrja e përgjegjëse ishte njëkohësisht kryetare e Këshillit të startupeve dhe kryetare e Komisionit Vlerësimit të Granteve. Pra, e njëjta ministër drejtonte organin që kontribuonte në hartimin e politikave të startupeve dhe organin që vlerësonte se kush do të shpallej fitues. Sipas auditit, ky përqendrim cënonte linjën e raportimit dhe ndarjen e përgjegjësive në procesin e vlerësimit. Duhet theksuar se kjo ministri dhe startupet që kanë qenë në qendër vëmendjes publike për vitin 2024, 2025 dhe 2026 janë miratuar si listra nga ministrja Delina Ibrahimaj, e cila aktualisht mban postin e ministrit të ekonomisë dhe inovacionit. Nga kërkimet për vitin 2023, auditi zbulon se mungonin filtrat e kontrollit paraprak të dosjeve, nuk jepeshin detaje mbi mënyrën se secili antar kryente dhe dokumentonte vlerësimin, nuk përcaktoi qartë niveli i grantit për çdo përfitues dhe mungonte pragu i pikëve që ndante fituesit nga jo fituesit. Me fjalë të thjeshta, sistemi kishte para, aplikant dhe një komision, por nuk kishte dokumentuar në mënyrë të plotë filtri që shpjegonte pse njëri merrte miliona dhe tjetri jo. Pikërisht këto përshllëqje japin rëndësi lidhjeve politike, familjare dhe administrative që shfaqen pas në listat e fituesve. Media 60 kontaktoi agjencinë e startupeve që drejtohet nga Ariani Meri në lidhje me startupet që nuk kanë aplikacion, duke kërkuar raportin e monitorimit, produktit e dorëzuar, treguesit dhe përdoruesve ose klientëve dhe vlerësimin mbi realizimin e objektivave. Por deri në publikimin e këtij materiali nuk pati asnjë reagim nga institucioni që merret me startup. Ajo që duket nga listat është se talenti nuk konkuron vetëm me talent.
por talenti konkuron edhe me lidhjet me njën. Në fund, të rinjve shqiptar u mbetet thirrja për të aplikuar, ndërsa një pjesë të njerëzve të lidhur me politikën dhe administratën u mbetet granti me paratë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.